Mirdita, sot të bëj një supë me kungull dhe me qumësht. Është kungull nga këta të verdhet, është i vogël, këtu është një qere kungulli, mendoti edhe 3 të tjerat, një kungull i vogël ka qenë, e kam pastruar nga brenda, jashtë larë, dhe vë kungullin të nxere. Është shumë e thjeshtë, është një supë e mrekullueshme, që po ta shijoni një herë do të kërkoni gjithmonë ta bëni. Hedhe 3 kokra patate, të vogla patate, po të jenë të mëdha, mund të hedhësh një kokur, mund të hedhni 2 kokra. Edhe 2 karrota, që i kam darë në mes karrota, se janë të mëdha, i kam darë në mes. 2 karrota. Shtoj dhe qumshtin, dhe i vë të gjitha për të zjerë, nuk ka as një farë mundimi, as një farë lodhje, vetëm që do të shikoni kur bëni qumshin, se më ka bërë vaki dhe mua, lëreni lugën kështu dhe vëri kapakun përsipër që mos të, se qumshti merr val, është qumësht dhe ujë bashk, edhe kur merr val që nxjerr shkumën edhe derdhet. Tash po e përzierje do të lëni sa të zi kungulli, të zijin patatet, të zijin të gjitha në një kohë, dhe pastaj do të tregoj se si e bëj supën. Për 3 qerekore, e hap tenxherën dhe këto kungujt, patatet, karrotat gjitha kanë zier shumë mirë, i marr tash kështu siç i kanë dhe i kaloj në blender. Ndërkohë, këtu kam 3 kënore të zarzavateve. Ja hedhëm brenda, e lë të marrin val me kënorin. I pres me thik copa të vogla. Nuk hedh krip kur hedh këtë, nuk hedh krip. Kush nuk më ndodhen këto, po këto japin shumë shije. Nuk u ndodhen këto në shtëpi, mund të hedhni krip. Janë kënore të zarzavateve. E ngre prap sopën. Marr pak lëng. Nga qumshi që kam hedhur me ujë bashk. I hedh prap pak qumësht. Si që kam këtu, i shtoj pak qumësht, edhe pak ujë, si në fillim që i vë. Shumë pak.
Ndërkohë, i hedhe gati 20 gram gjalp. Nuk është nevojat ja hedh brenda që të shkrihet vetë nga ngrohtësia që ka avulli. E lë pak sa të marrë një val. Del një supë e mrekullueshme, një supë shumë e shijshme. Po të doni në pjatë i hidhni një çik limon. Unë për vete time nuk më pëlqen me limon. Nga limonat jam i përdor shumë, por kjo supë më pëlqen me limon. Për sipër i shtoj edhe një çik piper të zi. I shtoj edhe në pjatë, kush të doj. Kjo është supa me qumësht dhe me kunguj. Del një supë e mrekullueshme. E heqet, mos bërë shumë të më trashet, po u trashet, mund t'i shtoni sa qumësht dhe ujë. I shtoj pak piper zi për sipër. Kjo është supa që me qumësht dhe me kunguj del një supë e shkëlqyer e mrekullueshme. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj shëndet dhe një ditë mbar.